Se këthemi mbrapa në kohë edhe gjithmonë është dikur që e ka zbulu talentin. Kush ka qenë për ty? Shumë pyetje mirë. Do me thonë, unë në shkollën fillore kom fillu dhe kom përfundu në Skënderaj. Aty kom pas lëndën e muzikës edhe në klasë mas dëshira ma e madhe e krejt shokëve dhe shoqeve u konë që me ardhë ora muzikës se e kom majtë veç unë. Do me thonë ata veç kanë nejtë. Rastësesh kështu ka ndodhë, arsimtari jam i muzikës, që i kom pas të dy dhe i përshëndet shumë. Arsimtarin e Enver Shaqiri dhe Selman Thaqi. Ata kështu rastësisht. Do me thonë me insistimin e shoqnisë, jo one që kom dashë, se e kom pas shatë ndjesin e marrës, që me thonë turpit, edhe ata krejt rastësisht kështu shoqnia. Hajde me dalë me këndu një kongë, kur sa harroj në klasë 7 jom konë. Do me thonë, edhe kom dalë e kom këndu një kongë, edhe mandej kështu më bo pjesë e korit shkollës, mandej kur kom përfundu klasën e 9, nuk është që kom pas nëjë dëshirë tjetër me studiu, do me thonë shkollimin e mesëm, e kom ditë sakt. Në fakt, mami jem ka për dore kështu dhe më ka thonë, ti dësh me shku në shkollë të muzikës. Edhe atëherë shkolla e muzikës ma afër Skënderajt ka qenë Mitrovica, kështu që aty e kom përfundu mandej të mesmen. Edhe prej aty e ke ditë se çka të pret në të ardhmen, kur nuk e ke pas atë dilemën për një plan B? Nëse më pyet sot, nuk e kisha studiu. Po ta them kështu pa u mendu 2 herë. Ka shumë arsye pse, po e kom ditë, se ndoshta prej e vogël të këndu kështu në shpe, në ato ambientet, si krejt fëmijë që jemi rritë kështu të asaj kohë, të bo mini koncerte në për ambiente shtëpiake, veç se e kom ditë që muzika është që unë e du shumë. Mirë po, kom pas plane B, kom dash landën e fizikës shumë, matematikën, për dallim prej ndoshta muziciantëve që nuk e dojnë shumë kështu landën, nuk janë shumë po, i kom dash shumë kështu që ndoshta nëse nuk isha marrë me muzikë, ose nuk isha pranu në shkollë muzikës, ose tutje diçka, ndoshta dhe kisha studiu këto lanë tjera shkencore. Megjithatë, përvoja jote pastaj veç se filloi, u qase shumë mirë, duke që je shumë stabile edhe gjithë kënaqur me ty, edhe ti gjithashtu me tregun, shumë e kërkuar në shumë pramje. Mirë është, do me thonë, asnjëherë nuk jam e kënaqur me çata që e bëj, kom qef me pas gjithmonë me pretendu perfeksionin, fatkeqësisht ose fatmirësisht, po gjithmonë i ka ato sakrificat e veta të vogla, tash përvoja e bën vetën. Nëse flasim për zhandrin që e bëj tash, ajo gjithsesi është shumë e rëndësishme, e në muzikë klasike, do me thonë është si prej ditës parë. Tregova edhe më herët, do me thonë i vetë një moment ku kam shumë emocione është kur performoj muzikë klasike. Çka të bën me përjetu aq fuqishëm, që t'jep gjithë ato emocione? Nuk e di, do me thonë, kom provu me e gjitë misterin, pse ka shumë emocione, unë po dalë gati çdo natë po performoj, nuk është që ka dallim publikut, për kundrazi tash njerëzit veç po e pëlqejnë shumë, mirë po se di, emocioni është shumë kështu, sa që ka njerë dhe po heqë dorë kështu prej performancave, po thëmë, po du pa emocion shumë, po du me konë 50-50 me atë kënaqësinë kështu, shijimin e performancës.